Doli ta mërzis kaq shumë qeverinë shqiptare dhe sigurisht mediat pranë saj, ndaj për herë të parë që nga ky publikim Agim Nesho është me ne në këtë mëngjes. Mirëmëngjes, ambasador. Mirëmëngjes, Flavio. Të përshëndes. Tani le ta marrim pak me radhë historikun. Si erdhi tek artikulli njihuni me Ramaduron? Si nisi bashkëpunimi me një veteran të sigurisë ndërkombëtare dhe të diplomacisë si zoti Rubin? Mirë që ma bët të pyetje, Flavio. Dua të them që artikulli ishte artikulli tim, po referuar në një vend ku Rubio, i cili është një veteran i shtypit, ka publikuar për herë parë në shtypin amerikan në 145 në një nga portalet e rëndësishme të tyre, ka thënë narkoshteti shqiptar dhe ka përcaktuar regjimin e Ramës. Unë e kam cituar aty, po artikulli ka vetëm një autor, i cili jam unë. Kjo është për në radhë të parë për një sqarim të artikullit botuar nga Fox News-i. Ajo që është e rëndësishme, Flavio, dua të them që frymëzimi për këtë artikull ka qenë pikërisht përcaktimi i Qim Pekës, Ramaduro, i cili është një përcaktim që i bëhet Edi Ramës për formën e një regjimi të instaluar në Shqipëri që nuk është asgjë më tepër se sa regjimi i Maduros në Venezuelë. Dhe në këtë kuptim, unë e kam shkruar edhe te syri, rreth 3 javë përpara, të njëjtin artikull me disa diferenca të vogla. Po te syri quhet artikulli i syrit normal, si gjuhë e syrit ndaj Ramës. Nuk bie shumë në sy. Diskutim, po ajo që ju ka djegur shumë, sidomos regjimit, është përcaktimi që i bëhet në thonjza udhëheqësit të madh global, dhe për arsye sepse ju kishit bërë një status, Flavio, që unë e shijova shumë, edhe që thoshin që kjo gjë, duke dalë në Fox News, ka marrë për masat e nevojshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është e vërtet. Jo vetëm në departamentin e shtetit, por edhe në Shtëpinë e Bardhë dhe kudo, domethënë ka mesazhe që e kanë marrë këtë gjë. Dhe duhet jemi... Artikulli i Foxit është lexuar në adresat ku duhet, po thoni? Më shumë se kaq. Domethënë, kjo është një ndërgjegjësim i opinionit publik të gjitha niveleve deri në nivelin vendimarrës të Shtetit Bashkuar të Amerikës, se cila është gjendja reale në Shqipëri. Dhe kjo ishte ajo që kishte vlerë për artikullin, sepse ne e njohim këtë realitet, ne shikojmë këtë realitet që përpiqet për hir të stabilokracisë të mbulohet nga europianët, por ishte shumë e nevojshme, sidomos në Shtetet Bashkuar të Amerikës, të cilët nuk janë prononcuar për këto zgjedhje, kanë qenë shumë kritik, kanë uruar vetëm popullin shqiptar, sepse kanë parë raportin e parë të OSBE-Dirit, kanë informacione të tyre të duhura se çfarë ndodh në Shqipëri, dhe nuk bëjnë një kompromis si europianët për një gjendje të patolerueshme për mungesë të legitimitetit të institucioneve shqiptare dhe kështu më gjërë. Tani kam shumë pyetje në fakt, kam shumë pyetje zoti Nesho për këtë artikull. Rëndësia për këtë gjë, përveç përcaktimit të liderit, domethënë se çfarë është dhe çfarë përfaqëson, dhe ti e di mirë se ti je gazetar me vlera dhe tjera, kur mbaron një artikull ose një opinion ose një gjë, ajo që mbetet kryesorja është me pak fjalë si do ta sintetizosh çfarë ndodh. Dhe kemi parasysh që vetë presidenti amerikan Donald Trump i ka qef shumë kur i përcakton liderat e ndryshëm, siç bënte me Hilarin ose me presidentin Biden, që i thoshte Sleepy Joe, domethënë Joe që fle, ose këto tjetër. Domethënë, mendoj që është shijuar shumë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe jam plotësisht dakord me ty që kjo është një betejë që opozita
duhet ta te i kaloj, ta marri edhe të punoj për këtë gjë, sepse nuk mjafton vetëm zëri i fuqishëm edhe bindës frymëzues që bën Qimpeka, Sonila apo Flavio, një televizion si Syri që vërtet është bërë një televizion i dashur për të gjithë opozitën shqiptare dhe më gjerë për të treguar të vërtetat. E kuptoj. Dhe edhe sulmet që thatë juve, ne nuk po miremi me ata. Aty do vim të sulmet, po të lutem, më lejo